Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Këtë herë do të diskutojmë, do të komentojmë në fakt një ngjarje të pakomentueshme. Do ta quaj kështu. Rizarta ka qenë pjesë e shumë videove, të cilat u bën virale në rrjetin social TikTok. Ledion Liço, moderatori Big Brotherit, njihet për mënyrën e tij të batutave, njihet për shakan e tij dhe për fjalët të cilat nuk i ka me background, të cilin do ta lëndonin personazhin në fjalë. Por siç duket, nga mimika e shprehur tek Rezarta është lënduar tepër kur Ledioni e pyeti: "Po na thuaj më goc, a e kishte të fortë në momentin kur ti e preke?" Do të thënë bëhet fjalë për një gjë që Rizarta ka prekur, që u diskutua dhe në fan club. Rizarta thot kam prekur muskujt e barkut, të trupit të Aldos, dhe thot ne bënim palestër çdo ditë dhe thot Aldo thot më thonte që shtrëngohe, do me thënë pak muskulin e barkut. Aldo nuk ka përmendur muskull, por gjithsesi Viserlo është munduar që në një farë mënyre ta tallë Rizartën, se tha që ne nuk kemi parë se a ka qenë muskuli apo çka ka qenë, sepse ti vetë e ke shtrënguar ndër organ. Gjithsesi, pa marrë parasysh se çka ka qenë, fansat janë kthyer shumë kundër Ledionit, duke i shkruar komente të ndryshme për batutën e tepruar që ai bëri me Rizartën në Big Brother. Njëri shkruan: "Batuta për Rizartën ishte shumë e shpifur. Të ishte ti babai i saj, do të pëlqente? Turp të vi." Komenti tjetër është ky: "Nga mania për të bërë sa më shumë meme, idiot liqe po nxjerr nga goja, me Rizartën i vure vulën. Nuk di çfarë të presim nga ky edicion, kur drejtuesi i tij thot, një vajzë live, a e kishte të fortë ai që e preke, o idiot liqe, u e më villet." Me thënë, janë komente të cilat janë kthyer ashpër Ledion Liços nga mënyra se si Ledioni e përdori këtë batutë në Big Brother. Ndonjëherë shakat janë të tepërta, normalisht, sepse ne themi një fjalë të qeshësh tepër është mallkim, por edhe mos qeshësh fare është tundimi vetes tënde. Por mbi të gjitha, Ledioni është një natyrë që njihet për këto shakarat. Unë jam shumë i bindur që Ledioni nuk e ka bërë me kontekstin që të nxjerr Rizartën keq, apo të ofendoj Rizartën, apo të denigroj imazhin e saj. Ai u mundua që me shaka, do me thënë, të godet komentuesit edhe të godet djegësit të cilët kapin çdo detaj në Big Brother dhe nuk u ik asnjë detaj vetëm, por gjithsesi është e ulët, nuk është e bukur që një fjalë e tillë nga ana e një burrit, e një mashkullit, t'i thuhet Rizartës dhe t'i komentohet një vajzës 21 vjeçare. Rizarta normalisht që nuk e ka përjetuar mirë këtë gjën, normal që ajo që në momentin e parë u ndje shumë keq dhe nuk dinte se çfarë të thotë, sepse ka dhe prindërit, ka dhe familjen, ka dhe rrethin, të cilët e ndjekin dhe qasja e Ledionit nuk ishte e bukur, por gjithsesi unë mendoj që ishte një moment shumë i shpejtuar, ishte një moment në orët e vona të natës, edhe Ledioni nuk arriti dot ta kupton se çfarë po thonte, se si vepronte dhe si do të ndjehej në fakt Rizarta në atë moment. Dua të marr mendimin tuaj, si e përjetuat apo si e gjykoni ju këtë ngjarje që ndodhi në prime-in e Big Brother.